Pamjet e qytetarëve të Poliçanit, cilët digjnin tesrat e Partisë Socialiste, një prej bastioneve të Partisë Socialiste që e ka votuar atë edhe në 31 mars vitit 1992 bën xhiron e rrjedhave sociale, po jo vetëm kaq, ato ngjallën dhe një reagim madh në politikën shqiptare. Po çfarë po ndodhte në Poliçan? Në fund kësaj video do t'ju jap pothuajse të plot pamjet e asaj që ndodhte në Poliçan, rreth 3-4 minuta për të parë realisht çfarë po ndodh. Pamjet janë vërtet tronditse. Po ndodh një reagim ndaj reformës territoriale në Shqipëri. Po çfarë po ndodh me reformën territoriale? Në bazë të dhënave, po themi, përfundimeve të arritura deri tani nga Komisioni i Reformës Territoriale i drejtuar nga Partia Socialiste, do të ketë një sër bashkimesh. Çfarë do të ndodh? Bashkia Fusharrës do të bashkohet me Bashkinë Puk. Bashkia Klos do të bashkohet Bashkisë Madh. Pra Fusharrës edhe Klosi nuk do ekzistojnë më si bashki. Rogozhina nuk do t'jetë më bashki, por do t'i bashkohet Kavajës. Dimali dhe Poliçani nuk do t'jenë më bashki, por do t'i bashkohen Beratit, 3 bashki në 1. Patosi nuk do jetë më bashkim vete, por do t'i bashkohet Fierit. Divjaka nuk do t'jetë më bashkim vete, por do t'i bashkohet Lushnjës. Selenica nuk do t'jetë më bashkim vete, por do t'i bashkohet Vlorës. Maliqi nuk do jetë më bashkim vete, por do t'i bashkohet Korçës. Këlcyra nuk do t'jetë më bashkim vete, por do t'i bashkohet Përmetit. Memaliaj nuk do t'jetë më bashkim vete, po do t'i bashkohet Tepelenës. Libohova nuk do t'jetë më bashkim vete, po do t'i bashkohet Gjirokastrës. Cërriku dhe Belshi nuk do jenë më 2 bashkit veçanta, po do t'i bashkohen Elbasanit. Dhe Prenjasi do bashkohet me Librashdin. Bashkit e reja do jenë Puk, Mat, Kavaj, Berat, Fier, Lushnjë, Vlorë, Korçë, Përmet, Tepelen, Gjirokastër, Elbasan dhe Librasht. Natyrisht që banorët e gjithë këtyre vendeve janë ngritur protesta, Poliçani ishte më agresivi dhe reagimet kanë qenë mjaft të mëdha. Në fakt askush nuk e priste që të ndodhte eksaktësisht në Poliçan kjo që ndodhi. Po çfarë po ndodh me reformën territoriale dhe si ka qenë e ndarë Shqipëria? Ka 2 teza aktuale. Një tezë e Partisë Socialiste që pretendon që bashkitë duhet të grumbullohen më shumë, sepse një bashki e fortë krijon më shumë fonde financiare, më shumë mundësi për vetë zhvillimin e bashkisë, sesa bashki që varen nga qeveria duke qenë shumë. Dhe një tezë tjetër e Partisë Demokratike e cila pretendon që më shumë bashkitë më të përqendruara zbehin shërbimin ndaj banorëve, sidomos në ato në zonat rurale, të cilat dalin krejtësisht jashtë funksionit dhe çdo gjë përqendrohet në bashkitë qendrore që janë qytetet. Pra, midis bashkive më të vogla dhe më të fuqishme, bashkive më të mëdha dhe më të fuqishme dhe bashkive më të vogla, po që ofrojnë një shërbim më të mirë, ka një debat të madh. Është shumë e vështirë të thuar se kush është më i saktë, sepse të dyja argumentat qëndrojnë. Po si ka qenë e ndarë Shqipëria ndër vite vetëm për të hyrë këtu? Mbas shpalljes së pavarësisë në vitin 1912, dhe mos me reformën territoriale kryesisht të kohës Zogut, dhe mos i hym asaj, në fillim në 22 nëntor 1913 u nda në 8 prefektura, pra të cilat u bën gati për kohën e Zogut. Prefekturat e para shqiptare ishin Berati, Dibra, Durrësi, Elbasani, Gjirokastra, Korça, Shkodra dhe Vlora. Këto të 8 ishin prefekturat kryesore që mbanin peshën e zhvillimit administrativ të vendit. Përtej këtyre ishin 9 prefekturat që vareshin nga prefektët. Në vitin 1921 dhe në pas në vitin 1928 u ndan fshatrat dhe kryeplakët për të ruajtur edhe idenë e prefekturës, nën prefekturës dhe fshatrave që ishin. Pastaj atyre ju shtuan dhe komunat në pas dhe në kohën në vitin 1934 ne kishim 10 prefektura, 30 nën prefektura, 160 komuna dhe 2351 fshatra. Do më thënë, më pas u bën 2551 fshatra në kohën e Italisë. Në kohën e komunizmit, në vitin 1953, nën prefektura u zëvendësua me qarkun dhe me rrethin. Atëre ishin 10 qarqe në atë kohë, Shkodër, Tiranë, Durrës, Elbasan, Vlorë, Berat, Korçë, Gjirokastër, Dibër dhe Kukës. Më pas u ndanë në 28 rrethe, të cilat mbetën përthuajse 30 vjet. 28 rrethet e komunizmit ishin rrethet bazike që kryesisht merreshin me funksionin administrativ të tyre. Ndërkohë që më pas u krijuan 26 rrethe dhe këto mbetën deri në vitin 1992. Në vitin 1992 u rindan për arsye të sherrreve të brendshme, mos shumë, u bën 36 rrethe, 44 bashki dhe 313 komuna. Më pas u bën 12 qarqe në vitin 2000,
65 bashki dhe 309 komuna. Në vitin 2014, në 31 korrik, u rikthyen prapë në 12 qarqe dhe 61 bashki, pra shumë afër tyre sepse u suprimuan komunat. Në atë kohë u mendua që suprimimi i komunave do sillte një funksionim më të mirë të bashkive që ishin më të mëdha, me të ardhura më të mëdha financiare, por nga ana tjetër u vure një çedim në mënyrën e shërbimit ndaj qytetarëve dhe ndaj banorëve. Tani, pikërisht ky është dhe shqetësimi më i madh që kanë pjesa më e madhe banore. Çfarë do të ndodh me komunat? Si do të funksionojnë këto, çfarë do të ndodh me bashkitë e reja? Çfarë do të ndodh me këto bashki që shkrihen deri tani? Për shembull, po marr bashkinë e Poliçanit, u kam folur me kryetarin e bashkisë, ai pretendon që banorët e Poliçanit janë kufi me përmetin, e kanë të pamundur t'ju ofrohet shërbimi nga bashkia e Beratit. Ndërkohë që vetë Partia Socialiste pretendon që vetëm zgjerimi i bashkive mund t'i kthejë ato më të fuqishme. Shumë e vështirë që të arrish në një përfundim që se ky duhet bërë një debat publik, nuk mund të merret një vendim në mënyrë arrogante. Pikërisht për këtë u ngritën në Poliçan dhe shihni pamjet e asaj që ka ndodhur në Poliçan dje mbasdite. Shihni, dhe po them edhe një herë, duhet marrë një vendim në mënyrë absolute të menjëhershëm, por një vendim të mbështetur mbi një analizë që duhet të shtrohet në publik dhe pastaj të merret një vendim. Këto janë ato pamje që ka ndodhur në Poliçan. Poliçani, keni parasysh, ka votuar Partinë Socialiste dhe në 31 mars të vitit 1992. Këtu ka njerëz! Të gjithë! Ne kemi